Zonja dhe zotërim, mirëmbrëma, pas pak në revistën televizive do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama komenton vendimin e gjykatës për pezullimin nga detyrat e zëvendës kryeministres Balluku. Kushtetuesja lejoi pengmarrjen e qeverisë tha ai në rubrikën Shënimet e javës në podcastin e tij. Rama tha se gjykata nuk e gjeti dot forcën të shprehej me një vendim të qartë, reagon dhe kreu i demokratëve Sali Berisha. Nga amnistia nuk përfitojnë të dënuarit e gjykatës së posaçme antikorrupsion, drafti parashikon lirimin e menjëhershëm të 5 grave dhe 4 të miturve, të cilët janë të burgosur. Përfitojnë dhe 7 shtetas të huaj në shërbimin e provës, rreth 5100 të dënuar me masa alternative përfituese. Dhunohet avokati Kujtim Cakarni, ngjarja në një pikë karburanti në hyrje të Vlorës. Avokati tregon sulmin nga 2 të rinj, konflikti dyshohet për parkimin. Cakarni njihet në publik si avokati mbrojtës i ish presidentit Meta. Nga nesër në Hag nis java vendimtare e gjykimit e ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, prokurorët e posaçëm, avokatët mbrojtës dhe të pandeurit do të kenë mundësi të thonë fjalën e fundit përpara se gjykata të tërhiqet për vendimmarrje. Edhe dita e sotme e lojrave olimpike dimërore në Itali ka dhuruar spektakël. Norvegjia udhëheq me 3 medalje të artë e Italia si shteti me më shumë medalje të fituara. Ditë jo me fat për legjendën amerikane Lindsey Vonn, helikopteri e transporton për në spital pas një aksidenti dhe më pas së shoperuar. Çdo garë ka ardhur ekskluzivisht në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Këto dhe të tjera zhvillime me njëherë pas siglës. Na ndiqni. Njemi tani më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës në edicionin informativ të mbrëmjes në ekranin e radio-televizionit shqiptar. Kryeministri Edi Rama e cilësoi gjykatën kushtetuese të paaft që të shmang marrjen peng të qeverisë. Ky është qëndrimi i parë i kryeministrit pasi vendimarrja 4-4 e gjyqtarëve kushtetues riktheu masën e sigurisë pezullim nga detyra për zëvendës kryeministren Balluku të vendosur nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mazhoranca do të vijojë betejën ligjore pas vendimit 4-4 të gjyqtarëve kushtetues, i cili riktheu në fuqi vendimin e dhënë nga gjykata e posaçme për pezullimin nga detyra për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria u bë për herë të dytë në 2 muaj shembull i një budallallëku botror, pasi mosvendimarrja e gjykatës riktheu masën ndaj numrit 2 të qeverisë. Shqipëria bëhet për herë të dytë në 2 muaj shembulli i parë i një budallëku botror. Mos vendimarrja e gjykatës kushtetuese e kthen në fuqi pezullimin e ministres. Do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thiri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit jantar i qeverie dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot, pa fuqia e gjykatës kushtetuese, arritjet dhe lajthitjet e drejtësisë së re. Do të prodhojnë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë. Kryeministri Edi Rama shpreu besimin se ndryshe nga ky vendim për pezullimin e zëvendës kryeministres, gjykata kushtetuese nuk do të pranojë kërkesën e gjyqtarëve dhe të prokurorëve për një tjetër rritje të konsiderueshme pagash. Gjykatësit nuk mund të kenë një rritje pagash të përjetshme mbi të gjithë të tjerët dhe gjykatësit nuk mund të arrisin pagën e tyre me 2.000 dhe 3.000 euro në muaj. Në podcastin e tij, kryeministri tha se projektligji për amnistin fiskale nuk prek veprat e rënda penale, por ai do të ketë një efekt të drejtë për drejtë në mirë funksionimin e sistemit të drejtësisë, ndërsa duke u ndalur tek vendimi i qeverisë për heqjen e bllokimit për TikTok, kryeministri tha se tërheqja nuk është dorëzim, por e gjitha vendimarrja bazohet te kontrolli dhe mbrojtja e fëmijëve dhe të rinjve. Reagimin e Ramës kundër gjykatës kushtetuese, kryedemokrati Berisha e quan frikë të kryeministrit. Berisha thot se masa e pezullimit mund të aplikohet edhe vetë mbi kreun e qeverisë. Qëndrimi i shprehur nga kryeministri Edi Rama për vendimin e gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku konsiderohet nga kryedemokrati Sali Berisha si konfirmim se Rama nuk do ta përfillë atë. Në rajon, në Europë dhe në botë, gjykatat kanë pezulluar jo ministra, jo vetëm ministra,
por edhe kryeministra. Por në këtë vendim të gjykatës kushtetuese, ai nuk shef një goditje për Lubi Ballukun, por shef potencialin dhe mundësinë e pezullimit të tij si kryehajduti i kombit nga gjykatat, mbasi, siç e dini, Lubia i ka bërë të qartë atij se do të marrë me vete. Berisha thekson se nëse Rama nuk do të tërhiqet nga bllokimi sipasi sistemet të drejtësisë për të mbrojtur Ballukun, atëherë pasojat do të jenë të rënda për vendin. Dhe ky vendim do të jetë, me sa duket, vendimi më i paprecedent që është marrë ndonjëherë në Bashkimin Evropian, sepse është absolutisht i paprecedent qëndrimi dhe vendimi i Edi Ramës për të asgjësuar shtetin ligjor me një grush shteti brenda shtetit. Si kryedemokrati Berisha, ashtu edhe përfaqësues të tjerë të lartë të Partisë Demokratike në reagimet e tyre thanë se vetmja zgjidhje për të ndalur sipas tyre keqeverisjen janë revoltat popullore, duke ftuar për pjesëmarrje masive qytetarët në protestën e 10 shkurtit. Mbi 20.000 persona do të përfitojnë nga amnistia penale, disa do të lirohen me njerë, të tjerëve ulet dënimi dhe shumë procedime për vepra të lehta të pushojnë, por nuk mund të përfitojnë subjektet e hetuara nga SPAK dhe personat që kanë kryer krime të rënda. Amnistia penale do të rikthejë në liri 447 të burgosur, mes tyre 4 të mitur, 5 gra dhe 7 shtetas të huaj, ndërsa 853 të tjerë u shkurtoi dënimi, përfshirë 10 gra, 3 të mitur dhe 12 të huaj, duke sjellë një ndryshim të rëndësishëm në ngarkesën e burgjeve. Por efekti i ligjit nuk ndalet vetëm tek burgjet. Edhe në shërbimin e provës 5077 të dënuar me masa alternative përfitojnë amnisti. Duke filluar nga viti 2024, pushohet ndjekja penale për plot 14.000 procedime për vepra të lehta, duke përfshirë të gjitha rastet me dënim deri në 3 vite burgim. Përfitues janë të dënuarit burra me vendim gjyqësor të formës së prerë deri në 3 vite burgim, si dhe ata që u kanë mbetur deri në 3 vite nga dënimet më të gjata. Për gratë kufiri shkon në 4 vite burgim, përfshirë dhe rastet kur kanë mbetur deri në 4 vite pa vuajtur. Amnistia përfshin gjithashtu gratë mbi 50 vjeç, burrat mbi 60 vjeç dhe personat që në kohën e kryerjes së veprës penale kanë qenë nën 18 vjeç. Nga amnistia penale përjashtohen të gjithë subjektet e hetuara nga SPAK dhe çështjet që gjykohen nga GJKO. Përjashtohen gjithashtu nga amnistia edhe personat që kanë kryer krime të rënda, përfshirë ato ndaj njerëzimit, jetës, shëndetit, krimet seksuale, ato ndaj lirisë, moralit dhe familjes, si edhe krimet ekonomike ndaj pronës, mjedisit, rendit kushtetues, autoritetit të shtetit, drejtësisë, zgjedhjeve, krimet terroriste dhe të bandave të armatosura apo organizatave kriminale. Avokati Kujtim Cakarni është dënuar nga 2 persona mes ditën e kësaj të diele. Ngjarja u regjistrua në një pikë karburanti në qytetin e Vlorës dhe mësohet të ketë qenë një konflikt i çastit i njohur në publik, edhe si avokati ish presidentit Meta, Cakarni mori ndihmën mjekësore në spitalin e qytetit. Në ambientet e spitalit të Vlorës u paraqiti dëmtuar me mjete të rënda avokati i njohur Kujtim Cakrani. Sipas vetë Cakranit, ai u dhunuar në një pikë karburanti ku 2 personat pa njohur për të e kanë sulmuar në momenti që ai po furnizoi me karburant. Fillimisht ata kanë ofenduar dësharën, ndërsa dyshohet se konflikti ka nisur për shkak të një parkimi, edhe pse avokati shprehet se nuk beson se ky ka qenë shkaku i vërtet. Pse ke parkuar keq makinën, pra pse po i hedh karburant aty dhe ke zënë gjysmë e karburantit. Pra ishte një mënyrë, një form provokimi. Nuk i njoh të dyshin, mosh e re, kupton, edhe nuk është se nuk i njeh. Kërcënime në rrjetet sociale padyshim që kam, normale për profesionin që bëjmë, çështje sensitive që unë ndjek, padyshim që kam në rrjetet sociale, por nuk mund të them që nuk mund t'jap dot një shpjegim. Cakrani ka pësuar një fraktur të rëndë në pjesën e pasme të kokës. Mjekët thonë se ai ka dëmtime serioze, ndërsa ekspertët mjekoligjor si dhe përfaqësues të policisë kanë marrë dëshminë e avokatit dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Cakrani njihet në publik edhe si avokati mbrojtës i ish presidentit të Republikës Ilir Meta. 2.700 euro për person i merrnin 2 të rinj nga kuksi e emigrantëve të palishëm kryesisht nga vendet e lindjes së mesme dhe që për qëllim kishin vendet e Europës. Të rinjt u vu në pranga ndërsa emigrantëve u ishte premtuar drejtimi sigurt drejt Francës.
5 emigrant kishin paguar nga 2.700 euro secili me pretendimin se do të transportoheshin drejt Francës. Ata vinin nga vendet e treta dhe u kapën nga policia, ndërsa po udhëtonin me një automjet në mbikalimin e Kasharit në Tiranë në drejtim të destinacionit të premtuar. Kjo veprimtari kriminale u zbulua gjatë operacionit të koduar Relaj 6. Në Prangaran, 2 të rinjt nga Kuksi Arselajt Morina 24 vjeç dhe Ilzon Vllacaj 22 vjeç, të cilët dyshohet se kishin organizuar dhe përfituar nga ky transport i paligjshëm. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një automjet dhe 2 aparate celulare, të cilat do të përdoren për dokumentimin e plot të rastit. Hetimet vijojnë me qëllim identifikimin e kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, ndërsa materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka shënuar një rekord historik me 11.6 milion pasagjerë gjatë 2025. Sipas Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve, rinasi renditet i pari në rajon me një rritje prej 8.7% krahasuar me 2024. Sipas statistikave të Këshillit Ndërkombëtar të Aeroporteve, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës ka shënuar një tjetër rekord gjatë vitit 2025. Tirana International Airport shënoi 11.6 milion pasagjerë, duke regjistruar një rritje prej 8.7% krahasuar me vitin 2024. Me këtë performancë, Aeroporti i Tiranës renditet i pari në rajon për nga fluksi udhëtarëve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhe, përmes rrjeteve sociale bëri të ditur se rritja e vazhdueshme e trafikut ajror është një tregues i qartë i zhvillimit të turizmit dhe besimit në destinacionin ton. Gjatë vitit që lan pas, rrjeti ajror u zgjerua ndjeshëm me 15 destinacione të reja, po ashtu bashkëpunimi është forcuar me shtimin e 7 linjeve ajrore partnere. Autoritetet vlerësojnë se ky zhvillim ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e turizmit dhe forcimin e lidhjeve ajrore të vendit. Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës konfirmon kështu rolin e tij si një nga pikat kryesore të transportit ajror në rajon. Segmenti rrugor Qukës Qafploç u përball sërish me rëshitje dhe zgjatorëve të para të mëngjesit. Autoriteti rrugor shqiptar konfirmon se qarkullimi i automjeteve zhvillohet normalisht dhe nuk ka pengesa për drejtuesit e mjeteve. Aksi rrugor Qukës Qafploç është përballur edhe këtë të diel me rëshqitje dheu në disa segmente të rrugës, por fatmirësisht pa shkaktuar bllokime në qarkullim. Ngjarja është regjistruar në orët e para të mëngjesit, ndërsa shërbimet përkatëse kanë ndërhyrë menjëherë për pastrimin e zonës së prekur. Aktualisht kompania kontraktore po vijon punimet për rregullimin dhe forcimin e skarpatave, me qëllim parandalimin e rëshqitjeve të tjera të mundshme. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë të ditur përmes një njoftimi zyrtar se rruga Qukës Qafploç mbetet e kalueshme dhe lëvizja e automjeteve zhvillohet pa probleme. Sipas ARSH-s, punimet për forcimin e skarpatave dhe pastrimin e zonës së prekur do të vijojnë deri në stabilizimin e plot të segmentit rrugor. Ky aks rrugor ka shfaqur problematika të vazhdueshme që prej hapjes në muajin shtator. Java ardhshme pritet të jetë e paqëndrueshme dhe merreshje shiu që do të prekin shumicën e zonave të vendit. Java që vjen pritet të jetë e paqëndrueshme dhe merreshje shiu që do të prekin shumicën e zonave të vendit. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, ashtu si fundjava, edhe ditët e para të javës do të karakterizohen nga moti vrenjtur dhe periudha reshjesh, ndërsa e marta sjell një kthes. Përmirësim të përkohshëm të kushteve atmosferike pritën ditën e martë kryesisht në pjesën e parë të ditës. Moti parashikohet të jetë i kthjellët dhe nga orët e mesditës shtim të vranësirave mesatare deri të dendura. Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjatë relieveve malore. Era do të fryjë nga kuadrati i veriut me shpejtësi 8 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 3 deri në 4 ball. Për sa i përket kushteve termike, temperaturat do pësojnë një rënje të lehtë, ku në vlerat minimale në zonat malore parashikohet 0 gradë Celsius në vendet të ulta, 3 gradë Celsius dhe në bregdet 4 gradë Celsius, ndërsa për në vlerat maksimale nuk do t'i kaloj vlerat 16 gradë Celsius. Shërbimi meteorologjik ushtarak paralajmëron qytetarët të jenë të kujdesshëm gjatë udhëtimeve për shkak të rrugëve të lagura dhe ndryshimeve të papritura të motit.
Nis nesër faza përfundimtare e gjyqit ndaj Thaçit dhe 3 ish komandantëve të UÇK-s, Krasniqi, Veseli dhe Selimi. Gjyqi në ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli dhe ish deputetit Recep Selimi hynë të hënë në fazën e tij përfundimtare në dhomat e specializuara të Kosovës, siç quhet. Gjykata speciale me seli në Hag për gjykimin e krimeve që pretendohet se janë kryer nga ish anëtarët e UÇK-s gjatë luftës së fundit në Kosovë. Në këtë fazë përfundimtare, ekipi mbrojtës dhe të pandehurit do të kenë mundësinë që për herë të fundit t'i drejtohen trupit gjykues me parashtrimet e tyre. Në një intervistë për agjencinë Kosova Press, avokati Artan Çerkini shpjegoi se çfarë pritet të ndodhë në procesin gjyqësor nga data 19 deri në 18 shkurt. Fjalët përfundimtare si prokuroria si mbrojtja do t'i përmbledh faktet dhe provat, secila për ta mbrojtur pozicionin e vet. Fillimisht do të startojë prokuroria, pastaj mbrojtja. Prokuroria do t'i ketë 8 orë, ndërsa secili ekip mbrojtës nga 4 orë e gjys, po gjithnjë edhe të pandehurit do t'i kenë 20 minuta që t'i drejtohen gjykatës. Pas përfundimit të fjalëve përfundimtare, trupi gjykues do të tërhiqet për vendimmarrje. Çerkini ndërkohë u shpreh skeptik për marrjen para muajit qershor të vendimit për 4 zyrtarët e lartë të Kosovës. Nuk besoj se trupi gjykues do të ketë mundësi që para qershorit ta bëj shpalljen e gjykimit, sepse procesi ka qenë mjaft voluminoz. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, akuza këto që i zyrtarët e lartë i kanë hedhur poshtë. Pavarësisht se ndodhen në paraburgim në Hag që nga 2020 gjyqi ndaj tyre nisi në prill të 2023-shit, rreth 3 vite pas konfirmimit të akt akuzës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar në datën 30 janar më shumë se 3 milion faqe të dosjeve që kanë lidhje me hetimin e ish financierit Jeffrey Epstein, një publikim ky që deri më tani ka tronditur më së shumti elitat sociale, politike dhe ekonomike të Europës se sa ato të SBA-s. Një princ, një ambasador, diplomat dhe politikan të lartë të ranë nga dosjet e fundit të Jeffrey Epstein, që dëshmuan se ish financieri rreth vetes kishte ndërtuar një rrjet botëror pjesë të cilit ishin anëtar të familjeve mbretërore, lider politik, miliarder, bankier dhe akademik. Pjesa më e madhe e atyre që pësuan goditje më të madhe nga publikimi në datën 30 janar të më shumë se 3 milion faqeve të dosjeve që kanë lidhje me hetimin e Epstein ishin elita politike, sociale dhe ekonomike të kontinentit të vjetër. Ish ambasadori britanik në Washington, Peter Mandelson, mund të shkojë në burg për ndarje të informacioneve të ndjeshme me ish financierin që vrau vete në vitin 2019. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me një krizë leadershipi në lidhje me emërimin e Mandelson. U godit reputacioni por edhe karriera e figurave të njohura në Norvegji, Suedi dhe Slovaki. Edhe para publikimit të dosjeve të fundit, Andrew Mountbatten-Windsor, vëllai i mbretit Charles III, humbi titujt dhe vilën që i paguaj nga paratë e taksa paguesve. Përveç ish princit Andrew, asnjë nga elitat e përmendura në dosje nuk përballet me ndonjë akuzë apo pretendim për sjellje jo të përshtatshme seksuale. Ran për shkak se mbajtën lidhje miqësore me Epstein, pasi ky u fundit u dënuar për abuzim seksual me një të mitur. Dokumentet u publikuan pasi presioni publik për një gjë të tillë u kthye në një situatë krize për administratën e presidentit amerikan Donald Trump, dhe kur republikanët e këtij të fundit u bën bashkë me demokratët për ta detyruar qeverinë të publikonte dosjet e hetimit. Por të paktën deri tani për shumë figura publike amerikane që patën lidhje me ish financierin, si ish këshilltari Trump Steve Bannon dhe miliarderi Elon Musk, pasoja e vetme ka qenë goditja e reputacionit të tyre. Ish presidenti Bill Clinton ndërkohë është thirrur nga republikanët që të dëshmojë para Kongresit për miqësinë e tij me Epstein. Edhe vetë Trump është përballur me pyetje për lidhjet e tij me ish financierin, por as ai dhe as Clinton nuk janë akuzuar ndonjëherë nga viktimat e Epstein. Nuk do të friksohemi nga kërcënimi amerikan për luftë dhe nuk do të heqim ndonjëherë dorë nga pasurimi i uraniumit, kështu shpreh ministri i jashtëm i Iranit. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi holli poshtë mundësinë që Teherani të hiqte ndonjëherë dorë nga pasurimi i uraniumit gjatë negociatave me Washingtonin, duke këmbgulur gjithashtu se vendi i tij nuk do të friksojë nga kërcënimi amerikan për luftë. Araghchi u shpreh për një forum mbajtur në Teheran se Republika Islamike kishte shumë pak besim te Washingtoni, madje edhe ishte në dyshim se pala amerikane ishte serioze për sa i përket negociatave që rinisën së fundmi. Përse këmbgulim kaq shumë për pasurimin dhe refuzojmë të heqim dorë nga ai, edhe nëse na shpallet luftë, sepse askush nuk ka të drejtë të na diktojë si të sillemi, nuk friksohemi nga dislokimi i tyre ushtarak në rajon,
Theksoi ministri i jashtëm iranian duke ju referuar dislokimit të aeroplan mbajtëses amerikane USS Abraham Lincoln në detin arabik. Ndërsa vendet perëndimore dhe Izraeli, ky fundit i vetmi vend në lindjen e mesme që zotëron armë bërthamore, pretendojnë se Irani synon të zhvillojë një bombë të tillë, ministri i jashtëm i Republikës Islamike i hodhi poshtë këto pretendime. Kam frikë nga bomba jon atomike kur nuk kemi të tilla. Bomba jon atomike është forca për t'i thonë jo fuqive të mëdha, theksoi Arakçi një ditë pasi negociatorët amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner vizituan USS Abraham Lincolnin duke sinjalizuar mundësinë e një operacioni ushtarak amerikan ndaj Iranit. Witkoff dhe Kushner ishin të premte në Oman për negociata jo të drejtë për drejta me delegacionin iranian të drejtuar nga Arakçi. Bisedime këto të cilat presidenti amerikan Donald Trump i cilësoi si shumë të mira, por gjithsesi pas tyre vendosi sanksione ndaj naftës së Republikës Islamike dhe 14 mjeteve detare që transportojnë ato. Kryeministria në detyrë Japonisë Takaichi dhe partia e saj kanë shënuar një fitore mbretëlënëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Partia Demokratike Liberale LDP e kryeministrës në detyrë të Japonisë Sanae Takaichi ka shënuar një fitore mbretëlënëse në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën të dielën në vend, pasi Takaichi, e cila u zgjodh kryeministre nga deputetët në 21 tetor të vitit të shkuar, shpërndau parlamentin për të kërkuar një mandat të drejtë për drejtë nga qytetarët. Sipas sondazheve paraprake, fal popularitetit të Takaichit, partia LDP ka arritur të marrë nga 274 deri në 328 vende në dhomën e ulët të parlamentit me 465 deputet, nga 198 që ka aktualisht. Së bashku me partnerën e saj Partia e Inovacionit të Japonisë, bloku në pushtet mund të marrë nga 302 deri në 366 vende në dhomën e ulët të organit ligjvënës së vendit, ku të paturit e më shumë se 310 mandateve i mundson koalicionit qeverisës një majorancë prej 2/3. Hera e parë që kjo shumicë arrihet që nga viti 2017, kohë në të cilën kryeministër ishte indjeri Shinzo Abe, aleati Takaichit. Ndërkohë 64 vjeçaria dhe partia e saj përballë kishin një opozit më të bashkuar se kurrë. Ish partneri i koalicionit qeveritar të Partisë Demokratike Liberale, Partia Komeito, bashkoi forcat me Partinë Demokratike Kushtetuese të Japonisë për të krijuar bllokun më të madh opozitar në dhomën e ulët të parlamentit. Takaichi ndërkohë gëzonte mbështetjen publike të presidentit amerikan Donald Trump, një lëvizje kjo e pazakontë për një president të SBA-ve. Të dy janë dakord se Japonia duhet të shpenzojë më shumë në fushën e mbrojtjes. Duket se kjo marrëdhënie ishte një tjetër element që ndikoi tek votuesit japonez, që u drejtuan të dielën kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në dhomën e ulët të organit ligjvënës. Nga nesër dhe deri më 15 shkurt, kryeqendra e Veriut Shkodra do të përjetojë magjinë e karnavaleve. Nga data 9 deri më 15 shkurt, Shkodra do të përjetojë sërish magjinë e karnevaleve, një nga festat më të vjetra të qytetit, e cila datohen që prej vitit 1861. Për një javë me radhë, qyteti do të mbushet me ngjyra, muzikë, humor dhe spektakël, duke kthyer qendrën e Shkodrës në një hapësirë festive për të gjitha moshat. Hapja zyrtare e karnevaleve do të bëhet me 9 shkurt, me aktivitete argëtuese në ambientet e Bashkisë Shkodër dhe ekspozitën e karnavaleve përpara saj. Nga 10 deri më 13 shkurt, festa do të vijojë me shfaqje të shkollave në sheshin Luigi Gurakuqi, aktivitete për fëmijë, animator, lojëra dhe orkestrën shëtitëse në rrugët e qytetit. Kulmi i aktiviteteve pritet më 13 dhe 14 shkurt, me spektakle dritash dhe mapping show, si dhe koncerte festive me emra të njohur të muzikës shkodrane. Më 13 shkurt do të performojë Bert Naraçi, ndërsa më 14 shkurt skena do t'i përkas 3 musketierëve të Shkodrës, Eduard Jubani, Bujar Çamili dhe Frederik Ndoci. Po atë mbrëmje zhvillohet edhe parada e karrove, Karnevali 2026, një nga momentet më të veçanta të festës. Karnevali do të përmbyllen më 15 shkurt me paradën e madhe festive, që nisën nga sheshi Luigi Gurakuqi dhe me ritualin simbolik të djegjes së Dordolecit, një traditë që shënon fundin e festës dhe përcjelljen e dimrit. Me një program të pasur artistik dhe kulturor, Karnevalet e Shkodrës 2026 rikthejnë shpirtin e gëzimit dhe trashëgimisë, duke kthyer qytetin në epiqendrën e festës dhe traditës shqiptare. Edhe dita e sot me lojrat olimpike dimërore ka dhuruar spektakël, deri më tani Norvegjia udhëheq me 3 medalje të arta, ndërsa Italia është shteti me më shumë medalje të fituara deri tani.
Fillojmë pra me më të mirët e renditjes botërore. Të dielën Radio Televizioni Shqiptar ka vazhduar me transmetimin maraton të garave të Olimpiadës dimërore Milano Cortina 2026. Në ski alpin, në downhill për vajza, podiumi u kompletua nga Amerikania Breezy Johnson, Gjermania Emma Aisher dhe Italiania Sofia Goggia. Për të arritur këtë sukses, Johnson regjistroi kohën 1 minutë 36 sekonda e 10 ndërsa për italianin Sofia e bronza në Milano Cortina është medalja e tretë në karrierë në 3 edicione radhazi të lojrave olimpike, pas medaljes së artë në Pyeongchang në 2018 dhe medaljes së argjend në Pekin 2022. Në cross country, ski për djem, 10 km plus 10 km, podiumi plotësohet nga norvegjezi Klæbo, francezi Deloge dhe norvegjezi tjetër Njenget. Për norvegjezin Klæbo, kjo ishte e arta e 6 në lojrat olimpike dimërore me synimin për të arritur një numër rekord medaljesh të arta në lojrat olimpike dimërore. Në stafetën e përzier të biatlonit, podiumi u kompletua nga Franca, Italia dhe Gjermania. Poligoni i qitjes duket se ishte vendi ku vendos diferenca me francezët që ishin më të saktë. Garat e së dielës kulmojnë me rekordin olimpik të vendosur në patinazhin e shpejt në distancën 5000 metra për djem. Është norvegjezi e Trem që arrin kohën më të shpejt në këtë garë, rekord olimpik me kohën 6 minuta, 03 sekonda e 95 duke lënë pas çekun Milak dhe italianin Ricardo Lorello. Medaljet ju dorëzuan fituesve nga ish basketbollisti i njohur spanjoll Pau Gasol. Edhe në konkurimin individual me slit u dhan medaljet. Dominic Fischneller i Italis fiton medaljen e bronz, duke rikonfirmuar podiumin e Olimpiadës së mëparshme, atë të vitit 2022. Ndërsa medaljen e artë merr gjermani Max Langehan, i ndjekur nga austriaku Müller, që merr medaljen e argjend. Rëzimi e sportistes amerikane, skiatorës Lindsey Vonn, ishte i frikshëm për mediat e cilësojnë si mishërim të shpirtit olimpik, trimurinë e saj për të garuar edhe pse e dëmtuar me ligamentin e gjurit të këputur. Lindsey Vonn, e cila garonte me një gjuhë të majtë të dëmtuar rënd, u rrëzua shpejt në zbritjen olimpike të dielën dhe mbeti e shtrirë teksa 41 vjeçaria amerikane mori ndihmën mjekësore. Sa do jetë në gjendje të garoj në nivele më të larta dhe rrëzohet. Vonn humbi kontrollin mbi traversën e hapjes pasi e preu vijën shumë gusht dhe u rrotullua. Gara u pezullua ndërsa ajo mori ndihmën mjekësore. Të gjithë syt ishin te Vonn, me arritjet e saj, por sigurisht edhe me ecurinë në prag të lojrave olimpike. Ajo u rikthye në garat elitare të skive sezonin e kaluar pas gati 6 vitesh larg nga pista, me një zëvendësim të pjesshëm të gjurit me titan në gjurin e saj të djathtë. Ndërhyrja kirurgjikale në prill 2024, si dhe ecuria e rikuperimit e mirë e bën amerikane të vendoste për të provuar sërish për një tjetër paraqitje në këto lojra olimpike. Judistja kosovare Distria Krasniqi ja doli të triumfojë në Grand Slamin e Parisit duke fituar medaljen e artë. Sportistja e Kosovës, Distria Krasniqi, ka hyrë në histori si judistja më e vlerësuar në botë, duke u renditur e para jo vetëm në kategorinë deri në 52 kg, por edhe në listën e përgjithshme të Federatës Ndërkombëtare të Judos për të gjitha kategoritë, femra dhe meshkuj. Pas fitores së medaljes së argjend në kampionatin botror të mbajtur në Budapest, Krasniqi grumbulloi 1400 pikë, duke e çuar totalin e saj në 7055. Me këtë rezultat, ajo lë pas të gjithë rivalet, përfshirë edhe emra të njohur të judos botrore, si rusi Inalta Soev dhe japonezi Sanshiro Morao. Më parë, kreun e renditjes në kategorinë deri në 52 kg, e mbante francezja Amandine Buchan me 5700 pikë, por me pikët e fundit Krasniqi ka marrë një epërsi bindse duke shtyrë rivalen e saj në vendin e dytë. Në finale, Distria mposhti Soler nga Spanja, sa i takon rrugtimit, ajo mundi në çerek finale Larissa Pimenta nga Brazili. 30 vjeçaria vazhdon të shkruaj historinë e saj në Grand Slam dhe në judon botrore me pritshmëritë që janë të mëdha edhe për të ardhmen. Tu kemi mbritur në fund, faleminderit për vëmendjen, bashkë miru takofshim.